Shtetet e Bashkuara më në fund kanë zbuluar armën absolute. Pavarësisht se janë kombi më i përparuar në botë, nuk është lajm që Shtetet e Bashkuara kishin mbetur pas Kinës në armët hipersonike. Megjithatë, me zhvillimet e fundit, ata janë tani në krye me lazerat me fuqi të lartë, të zhvilluar rishtazi. Kjo armë është e aftë të zhduk kërcënimet nga Kina dhe Irani brenda pak sekondash. Kjo mrekulli teknologjike, e cila krenohet me saktësi dhe fuqi të papar, premton të ripërcaktoj luftën detare dhe të ndryshoj ekuilibrin global të fuqive. Si po udhëheq Kina në aspektin e armëve hipersonike? A është ky sistem lazer i mjaftueshëm për të mbrojtur aeroplanbajtësen amerikane nga kërcënimet që lëvizin më shpejt se shpejtësia e zërit? Bashkohuni në këtë kanal, abonohuni, subscribe, like videon, për të informuar me gjithçka postojmë. Bashkohuni pra ndërsa zbulojmë sot aftësitë e jashtëzakonshme të aeroplanbajtëses me lazer të Shteteve të Bashkuara që mund të shkatërrojë Kinën dhe Iranin në 1 sekond. Në shkurt të vitit 2022, një kompani e njohur e mbrojtjes, Lockheed Martin, i dorëzoi forcave ajrore armën e saj të fuqishme lazer me energji të lartë lans. Kjo armë lazer, e njohur edhe si progresi lazer për mjediset kompakte të gjeneratës së ardhshme, u prit nga laboratori i kërkimit të forcave ajrore. Zhvillimi i armës lazer filloi sipas një kontrate të nëntorit 2017 si pjesë e programit më të madh të demonstrimit të lazerit me energji të lartë vetëmbrojtëse, ose SHIELD të forcave ajrore. SHIELD është një projekt i përbashkët që përfshin Lockheed Martin, Boeing dhe Northrop Grumman. Lockheed Martin furnizon armën lazer, Lance. Boeing ndërton kapsulën që strehon lazerin, ndërsa Northrop Grumman krijon sistemin e kontrollit të rrezës që synon dhe stabilizon lazerin tek objektivi i tij. Nën sistemet e ndryshme të mburojjes përfaqësojnë teknologjitë më kompakte dhe të afta të armëve lazer të ofruara deri më sot. Faza tjetër e programit do të përfshijë integrimin e Lance me një sistem termik për të menaxhuar ngrohjen dhe ftohjen. Aktualisht, nuk është e qartë se cili avion do të pajiset me Lance për testet e fluturimit dhe provat e qitjes ajrore. Megjithatë, një sër aplikimesh dhe platformash të mundshme po merren në konsiderat për demonstrime dhe teste të ardhshme. Koncepti më parshëm i Lockheed Martin ka treguar podin e mbajtur nga një avion luftarak F-16. Dhe ndërsa SHIELD fillimisht merret me vërtetimin e potencialit për mbrojtje aktive të avionëve luftarak në mjedise me rrezik të lartë, zyrtarët kanë folur gjithashtu për mundësinë e adaptimit të së njëjtës teknologji për avion luftarak më të mëdhenj, më të ngadaltë dhe mbështetës të luftimit. Boeing fluturoi një form podi para prototipi pa nën sistemet e tij të brendshme në bordin e një avion luftarak F-15 të forcave ajrore në vitin 2019. Gjatë testeve toksore. Ndërkohë, një lazer përfaqësues i njohur si sistemi i armëve lazer demonstrator, tashmë ka rrëzuar me sukses disa raketa të lëshuara nga ajri mbi poligonin në New Mexico. Megjithatë, sistemet mbrojtëse me lazer kanë disa avantazhe të tilla si ndjeshmëria ndaj kushteve atmosferike, që mund të ndikojnë në rrezën dhe fuqinë e rrezës dhe kufizimin e angazhimit vetëm të një objektivi në të njëjtën kohë. Kjo do të thotë që lazerat ka të ngjarë të plotësojnë, në vend që të zëvendësojnë karemet dhe kundërmasat ekzistuese. Një armë lazer me energji të lartë, plotësisht e pjekur, mund të përdoret në të vërtetë për një sër rolesh për te mbrojtjes së avionëve kundër raketave. Potencialisht, ajo mund të bëhet edhe një armë sulmuese në angazhimin e avionëve armiqësor gjatë luftimeve ajrore brenda rrezës vizuale, rrëzimin e raketave lundruese, ose edhe sulmimin e objektivave në tokë. Dorëzimi i Lance në fillim të këtij viti është qartë një moment i rëndësishëm drejt realizimit të një arme lazer funksionale të bazuar në anion luftëtar. Kohët e fundit, u zbulua se midis grupeve të armëve që janë zhvilluar, vetëm 2 lloje armësh mund të shkatërrojnë potencialisht botën: raketat hipersonike dhe armët me lazer. Fuqia për t'i vendosur ato i takon vetëm 2 vendeve: Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Këto 2 superfuqi kanë qenë në një rivalitet të zgjatur, dhe tani tensionet mund të përshkallëzohen ndërsa Shtetet e Bashkuara reagojnë ndaj kërcënimeve të vazhdueshme të Kinës. Kërcënimet e Kinës, qofshin reale apo të perceptuara, kanë qenë të shumta, veçanërisht vitet e fundit. Në gusht 2020, forca raketore e ushtrisë çlirimtare popullore kineze lëshoi disa raketa balistike në detin e Kinës jugore nga Kina kontinentale, duke simuluar një sulm kundër anijeve. Ky ushtrim u pa si një paralajmërim për Shtetet e Bashkuara. Si zakonisht, Shtetet e Bashkuara me shumë gjasa i vëzhguan këto lëshime nga afër, ndërsa një aeroplan spiun RC-135 Cobra Ball i forcave ajrore amerikane ishte në detin e Kuq gjatë ngjarjes. Raketat e lëshuara përfshinin raketat balistike DF-21D dhe raketat balistike më të mëdha DF-26B. Le të shohim aftësitë e këtyre raketave dhe nëse ato paraqesin ndonjë kërcënim për kombin më të përparuar, Amerikën.
DF-21D është një raketë balistike me rreze të mesme veprimi midis 600 dhe 1900 km. Fillimisht e zhvilluar si një armë strategjike, variantet e mëvonshme të kësaj rakete u projektuan si për misione bërthamore, ashtu edhe për ato konvencionale. Besohet se është e aftë të mbajë një municion me shpërthyes të lartë, ose një kokë bërthamore 300 kiloton. Thuhet se është raketa e parë balistike kundër anijeve në botë. Përveç kësaj, raketa është përshtatur në një bartës armësh kundër satelitëve dhe raketave me kapacitet hapësinor. Nga ana tjetër, DF-26B është një version i përmirësuar i DF-21 me një rreze të zgjeruar prej mbi 5000 km. Kjo raketë gjithashtu ka një rreze veprimi që është e mjaftueshme për të goditur anijet amerikane në det, ndërsa qëndron jashtë rrezes për sulme hakmarrëse. Nëse Shtetet e Bashkuara i vinë në ndihmë Tajvanit, kur Kina të mbajë premtimin e saj për ta pushtuar dhe përvetësuar ishullin dhe kombin, këto raketa balistike do të jenë vendimtare. Ndërsa Kina mund të ketë raketa shkatëruese, Shtetet e Bashkuara janë një forcë shumë e madhe në dete, që zotërojnë anijet më të mëdha në planet, me një diferencë të madhe nga shtetet e tjerë, veçanërisht transportuesit e avionëve. 1/4 e transportuesve të avionëve në botë operohen nga Marina Amerikane, dhe hapësira e tyre e kombinuar në kuvert te kalon atë të gjitha kombeve të tjera, të kombinuara me më shumë se 2 fishin. Për t'ju kundërvënë një flote të tillë, Kina mund të mos ketë nevojë të përdorë asnjë transportues të vetin. Në vend të kësaj, ajo mund të vendosë raketa balistike për të synuar dhe dëmtuar anijet amerikane, dhe thuhet se këto raketa mbajnë koka bërthamore të afta për të arritur shpejtësi hipersonike dhe për të manovruar në mënyrë efektive për të anashkaluar sistemet e mbrojtjes ajrore. Megjithatë, armët hipersonike që të kenë rezultat mbi anijet amerikane duhet të godasin në grup, në numër të madh, në një bateri të njëkohëshme. Sot, USS Gerald Ford operon brenda një grupi sulmues transportuesish, një flotë e fuqishme që përfshin 10 ose më shumë kryqëzor, shkatërues dhe frigota, do njëherë të shoqëruara nga 1 ose 2 nëndetëse. Të paktën 2 nga këto anije, zakonisht shkatërues me raketa të drejtuara të klasit Arleigh Burke, janë kushtuar mbrojtjes ajrore. Këto anije formojnë vijën e parë të mbrojtjes kundër sulmeve të armikut, duke përdorur radar të fuqishëm në bord për të zbuluar objektiva mbi 200 km larg dhe janë të pajisura me raketa tokë-ajër. Nuk është lajm që USS Gerald Ford është një nga transportuesit më të fuqishëm të avionëve. Raketat e Kinës, përfshirë madhjet DF-ZEV, mund të godasin nga mbi 1500 km largësi, duke e bërë mbrojtjen tepër sfiduese. Zgjerimi agresiv i Kinës dhe pretendimet mbi detin e Kinës jugore krijojnë një situatë të pasigurt për rajonin. Prania e Marinës Amerikane është thelbësore për ruajtjen e korridoreve të lira të transportit detar, por transportuesit aktual të avionëve dhe avionët e tyre luftarak nuk kanë rrezen e veprimit për të kundërshtuar në mënyrë efektive aftësitë raketore të Kinës. Marina Amerikane po garon për të zhvilluar dhe vendosur lazer me fuqi të lartë për të mbrojtur flotën e saj dhe për të ruajtur dominimin në paqësor. Ndalimi i raketave të tilla dhe këtyre kërcënimeve mund të duket i pamundur, por Shtetet e Bashkuara duhet të gjejnë një zgjidhje dhe do ta gjejnë shpejt, për të mos thënë që e kanë thuajse të gjetur, por këto janë të dhëna që nuk publikohen. Supremacia detare amerikane mbështetet në armën e re lazer. Kjo sjell projektin Meteor, një iniciativë ambicioze nga Marina Amerikane për të zhvilluar një armë inovative të aftë për t'u kundërvënë kërcënimeve detare të Kinës. Kjo armë e re, një armë me energji të drejtuar nga mikrovalët me fuqi të lartë, mund të gjenerojë shpërthime energjie mikrovalësh për të prishur ose shkatëruar elektronikën në një sistem shënjestre. Ndryshe nga armët konvencionale, lazerat ofrojnë kapacitet pothuajse të pakufizuar qitjeje ku fuqizohen nga reaktorët bërthamor të një anijeje. Testet e fundit kanë treguar premtime, por një sistem mbrojtës lazer i besueshëm, plotësisht funksional dhe me fuqi të lartë është ende disa vite larg. Pentagoni po jep përparësi kësaj teknologjie, duke lënë mënjan projekte të tjera premtuese mbrojtëse për t'u përqendruar në zhvillimin e lazerave. Marina Amerikane mbështetet për momentin në opsionin më të mirë, raketat balistike. Shpesh të konsideruara si mrekullia e tetë e botës, raketat balistike janë një zgjedhje kryesore për kombet e mëdha, përfshirë Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë një arsenal të konsiderueshëm. Pavarësisht sfidave, Marina Amerikane po mbështetet në teknologjinë lazer për të mbrojtur anijet e saj dhe për të garantuar sigurinë në të ardhmen. A e kanë gati amerikanët njërin prej varianteve të armës lazer? Të gjithë ushtarakët thonë, po.
Mast channel. Please subscribe.